Si u kom njerës, sot kom për t'ju tregu një mënyrë speciale si ta mshtell një sarmën me gjethe si t'u dale e bukur e net mos u hapët kur zihet. Njerë marim gjethe si i kimi pas ngrirje, se ne shqiptarët po nuk e rojtëm kret verën në frigorifer për dimër, është e pamundme. I zimja 2 minuta sa të zbutëm pak, e një qesim për ujtit me një ftere, fajsim dit qep dëvoklat soptome, është opcionale, ose qep njëma, ose spinaq, unë i fojta qep njëma. Shtojmë 200 gram misht grim e një skuqim kreta beshk. Shtojmë gjimski leuris, lem e i përzim në jatë ditë herë. Fejsim 5 luk gjeldomatje, 1 galetri, gom, piperi kuq, krep e në uj ose lënk mishi. Ujti duhet 1 me 1 se urizi dhe zjet prap. Sekreti është 1 kokë gjims limoni shtredhë ma si t'fikët sëpa. Urizi nuk duhet shumë i thatë. Mbushja e gjetheve bëhet si në video. I rreshtim të nxeren e mushi me uj ose lënk mishi derisa të preke sarmën si on kroje. 2 feta limoni sipër e në një pjesë. E lëm zihet në temperaturë të avash derisa ta poje ujtin kret. Ju me çish e bëni sarmën, me makarona me oris?